Zonja dhe zotri, të nderuar mësues, arsimtar e profesor, përfaqësues të institucioneve, mysafir të dashur, mirë dita dhe mirë se keni ardhur në manifestimin kulturor kushtuar 81 vjetorit të shkollës së parë shqipe në Preshevë. 7 shkurt i shënon datën kur u hap shkolla e parë shqipe në Preshevë në vitin 1945, pas shekush pa mësim në gjuhën shqipe. Duke filluar në villën Letafet, me mësues si Ilmi Qerimi e Abdullah Ukshini e shumë të tjerë, ngjarje që festohet çdo vit si një moment i rëndësishëm historik për arsimin shqip në Lugin. Ndoshta një arritje e vonuar ka shqiptarëve e tjerë në Ballkan e mëdjerë, por duke pas parasysh rrethanat në të cilat jetonte populli shqiptar i përvojtur, i shtypur dhe thuaj pa shpresë për një të ardhmen më të mirë, kjo fitore sada e vogël që të duket shënon thesën historike të fillimit të arsimimit, emancipimit të përgjithshëm kombëtar të shqiptarëve të komunës Preshevës në kultivimin e dijes dhe arsimimit në gjuhën shqipe. Sa vështirë të besosh se je lirë pasi ke ngrënë rrokjet tua, pasi ke mbetur cungë dhe liria bëhet burg. I tham fjalës, liria jeton. Fjala vë ktheu. Sjam si Konstantini që pas vdekjes u ton. I tham fjalës, ti je liria. Për ta kuptuar këtë, duhet fare pak. Ajo e besoi. Ajo hapi gojë. Por në vend të tingujve, presoj doli gjak. Si
morene, këngë muj në mbush peksime, se në shpirtin që gushtime. Hey, hey,